Lindja është akti ose procesi të qenit me kontraksione dhe sjelljen e jetë të fëmijës tuaj. Ky proces iniciohet nga hormonet, të cilat shkaktojnë tkurrjen e mureve të mitrës dhe hapjen e qafës së mitrës, duke sjellë bebin drejt kanalit të lindjes në botën e jashtme. Lindja mund të fillojë në çdo moment, por e duhura është që gruaja të lindë pas javës së 36 të shtatzanisë. Para javës së 36 të shtatzanisë konsiderohet një lindje premature, pra para kohe. Dhe pas javës së 42 të shtatzanisë konsiderohet një lindje post-term ose vonuar. Por besoj se je duke pyetur veten, si do ta kuptosh që je në lindje. Kjo është një nga pyetjet më të shpeshta, dhe në këtë modul do të kuptosh më shumë se kur është koha për të shkuar në spital, por dhe shenjat e lindjes. Por përpara më lër të shpjegoj që lindja ndahet në disa faza, që do të flasim më me detaje në modulin e 5. Fazat e lindjes janë faza e hershme, faza e aktive, faza e tranzicionit, faza e lindjes së bebit dhe faza placentare. Ne do t'i quajmë ndryshe dhe do të kuptojmë veçoritë e secilës fazë. Si çdo gjë tjetër, dhe në lindje kemi sinjalistik ose shenjat e lindjes, që tregojnë se sa afër jemi. Sigurisht që shumica mendon që lindja fillon vetëm me qarjen e ujrave, por jo gjithmonë. Në fakt, vetëm 15% e grave kanë si shenjë primare plasjen e ujrave. Të kuptuarit sinjalistikën e lindjes, atë ditë do të jesh më i qetë, por dhe do të dish se çfarë të bësh. A e dije që disa shenja konsiderohen përgatitore dhe disa shenja të sigurta? Le të fillojmë me shenjën e parë. Dhimbje cikli. Shpesh rreth javës së 38 ose dhe më herët, gratë fillojnë të përjetojnë një dhimbje në pjesën e poshtme të barkut, që e përshkruajnë si një dhimbje të hershme menstruale. Gratë shprehen që ndjejnë një dhimbje në fund të barkut dhe është e pakonsiderueshme, pra vazhdojnë me rutinën e tyre deri në momentin që shikojnë ndryshim në intensitet. Pra nuk është akoma koha për të shkuar në spital. Tapa mukoide. Gjatë shtatzanisë, qafa e mitrës është mbyllur me një sekrecion të trash të njohur si tapa mukoide. Kjo tap bie pak para fillimit të lindjes, 2 javë para fillimit të lindjes, ose disa gra nuk e konstatojnë fare. Mund të dalë në disa copëza ose në një copë të plotë. Tapa mukoide mund të ketë ngjyrë roz, kafe ose të bardhë. Dhe ka një konsistencë ngjitse, pra ngjason me sekrecionet vaginale, por ndryshimi është në madhësi. Mund të konstatoni gjithashtu pika gjaku në tapën mukoide, por nëse gjaku është në ngjyrë të qelët, atëherë mos u shqetësoni. Mund të vini re dhe ujëra, nëse janë qartë, të jenë në ngjyrë të rozë. Ajo çfarë duhet të keni parasysh është të dini ndryshimin midis gjakderdhjes si një shenjë alarmante kundrejt disa pikave gjaku që vinë me tapën mukoide, ose bloody show. Në këtë rast, bloody show është një njollë në ngjyrë të qelët, të cilët e vini re në të brendshmet e juaja. Ajo vjen si pasojë e hapjes së qafës së mitrës apo ndryshimeve që ndodhin në qafën e mitrës. Pra nuk duhet të konfuzohet me gjakderdhjen. Në këtë rast, gjakderdhja ka ngjyrë të kuqerrem, nuk ndalon rrjedhja dhe vjen në një sasi më të madhe. Në këtë moment, menjëherë telefononi mjekun tuaj ose drejtohuni për në spital. Tapa mukoide është një shenjë përgatitore, pra tregon që qafa e mitrës ka filluar të zbutet. Do të flasim në modulin e 4 për fazat e qafës së mitrës. Kontraksionet mund të fillojnë pas disa orësh ose disa ditësh. Pra nuk është një shenjë për të shkuar në spital. Në përgjithësi presim që kontraksionet të fillojnë. Të shkuarat të shpeshta në banjo. Gjatë lindjes, substancat të quajtur prostaglandina shërbejnë për të shkaktuar zbutje dhe hapje të qafës së mitrës, dhe gjithashtu prekin sistemin gastrointestinal, duke i zbutur feqet dhe duke pasqyruar me të shkuarat të shpeshta në banjo. Është një mënyrë e trupit për të pastruar dhe për të bërë gati për lindje, duke krijuar më shumë hapësirë për zbritjen e bebit. Kjo dukuri vjet re më së shpeshti në 24 ose 48 orët e para lindjes, por për çdo grua është ndryshme. Kujdes, ka një ndryshim midis diarres dhe të shkuaret të shpeshta në banjo. Diarrea mund të shkaktohet nga ushqime të caktuara, ndryshime në dietë apo sëmundje të ndryshme. Prandaj është e rëndësishme të konsideroni se sa afër lindjes jeni për të kuptuar nëse është një shenjë lindje apo jo. Më poshtë mund të shkarkoni një link në formatin PDF ku mund të lexoni shembuj lindjesh nga nëna të ndryshme që kanë marrë kursin e lindjes.